Tani dy gjëra ekzistojnë, ne ose jemi live në ekran ose jemi live në Instagram. Kjo është gjë e rëndësishme e momentit. Kam ndjekur gjithë ditën që kisha frikë të futem në Instagram për të vërtetës sepse ishin të gjithë live dhe gjithë tregonin kontukun e tyre të preferuar në shtëpi, në punë apo kudo tjetër. Kështu që largojini gjyshe smartphone-in që mund të ketë do ta gjeni live në Instagram. Ky është trendi më i famshëm i momentit. Mirë se erdhët në Fan Day edhe për ditën e sotme. Tani në mungesë të kufjes më duket se po përtas pak më shumë. Me rëndësi është flas më ngadalë se të bërtiturën e kemi bërë shoqë të ngushtë tani. Nuk e kemi dashur shumë problem. Një ftesë e hapur për gjithë follower që të qëndrojnë me ne sot 2 orë nga ora 3 deri në orën 5 në Fan Day. Do të ndajmë shumë gjëra të bukura dhe interesante. Sigurisht ne ndajmë pozitivitet, lajme, komente, foto dhe gjithçka tjetër në rrjetet tona sociale. Kështu, nëse me dëshirë të dashurisë të madhe ande nga regjia janë të gjithë unanimisht dakord, ne mund të sillim disa strisha sensuale në krye të faqes për t'ju bërë një ftesë që të bëni pjesë jona në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al. Tani, me rëndësi është të votoni se sot keni kohën dhe afatin e fundit për të votuar këngën tuaj të preferuar në intv.al/top10. Është shumë e thjeshtë, mjafton që të shkoni të shkruani në Google intv.al/top10. Ju parashtrohet playlista me këngët më të mira shqiptare, gjithë këngët shqiptare praktikisht. Ju mund zgjidhni aty të preferuarën tuaj për ta bërë pastaj pjesë të chartit muzikor Like Shqip Top 10 që do ta sillim nesër në pjesën e dytë të Fan Day dhe të dielën në mëngjes ne zgjohemi bashkë, domethënë orën 10 të mëngjesit ne jemi bashkë në In Radio në 105.7 duke dëgjuar ashtu nga vendi 10 tek vendi i parë këngët më të mira shqiptare. Për diskutuar pak atë çfarë do ndodh sot në Fan Day, për të bërë këtë ngacmimin interesant, do të kemi një hot of the day nga Post Malone dhe shumë detaje interesante për këtë fundit. Kemi një temë në Facebook ku vë përballë njëra tjetrës, përballë njëra tjetrës, Bebe Rexha dhe Dua Lipën kështu. Shumë interesante dhe kjo do shohim pak këtë duan follower më shumë. Do të kemi një in report në fokus me atë çfarë ndodhi tek piramida, do të vi Albi këtu me këtë in reportin. Do të vi Ingrid nga Cineplex për të na treguar kush janë filmat që do të shkojmë patjetër të shikojmë që do të vinë këtë të njëjtën. Do të flasim për Lily Allen që është zhdukur dhe një zot e di se ku është. Do flasim gjithashtu për personazhe që janë fiksuar ekstrem pas live story dhe ç'është më e rëndësishmja, do të kemi këngë të bukura për t'i ndarë me të gjithë ju. Do të nisim me Tyga, One of One dhe filloj Fan Day. Tani kam një pyetje jetësore. Okej, nuk kam pyetje, nuk do të diga, do ta marr përgjigjen. Sa është data sot? 25 apo 26? Se ngatrova dhe mëngjes, 26, okej, super. Gëzuar kushdo që feston në këtë 26 janar, gëzuar një ditëlindje apo çfarë do lloj feste tjetër që e festoni. Më rëndësishme është që të kesh një motiv më të këndshëm për të zgjuar mëngjes edhe një arsye për të festuar kështu, edhe të qeshni sa më shumë. Jo me mua si të qeshni ju përgjithsisht, po me diçka tjetër. Sot feston dhe është shumë e rëndësishme për mua sidomos Ellen DeGeneres. Është pa diskutim një ndër figurat më legjendë të televizionit, praktikisht me show-un e saj, Ellen show i famshëm në mbar botën. Nuk ka programacion shqiptar që nuk kopjon diçka nga Ellen DeGeneres, po këtë mund ta quajmë definitivisht dhe inspirim. Ellen e njohur si fillim e ka nisur me sitcom shumë famshme, përveç është prezantuese TV show host edhe një komediane fantastike. Feston 59 vjetorin, ama duket si 29 ose 39 më mirë që jemi më brenda. Është gjithmonë e re dhe kam idenë të freskinë, ja jep pozitivitetin dhe e buzëqeshja që ka vetë dhe depoziton të gjithë ndjekësit e saj. Jose Mourinho, çuna e thash mirë se ju jeni kështu futboll dashës. Jose Mourinho sot bën ka 54 vjeç në këtë ditë, kështu që gëzuar për këtë të fundit. Kushdo që feston, praktikisht fan lover që ne i duam shumë, ju urojmë përgjithësisht nga Fan Day, gëzuar edhe 100 vite të tjera dhe plotë për plot me dashuri. Do sjellim Sia, është pa diskutim një personazh më të rëndësishëm të muzikës. Çdo këngë që ajo sjell bëhet hit, është ndar të pakta që jep këtë shembullin. Nuk është nevoja që të më shikoni mua për të parë muzikën e mirë që unë bëj, është Sia. Se nuk e di çfarë virusi
Më kishte gjetur që rria pa lëvizur dhe rria ulur gjatë gjithë kohës. Kemi një studim shumë interesant që në fokus ka shenjat e horoskopit. Tani, jo të gjithë shkojnë mirë me njëri tjetrin. Ka në këto personazhe që nuk i duam dhaq shumë, që evitojmë t'i takojmë me tjerë, mund të jenë edhe të shumë, pse jo. Është një studim ku në fokus ka shenjat e horoskopit dhe sipas shenjës së horoskopit, kush janë ato që nuk ndisin fare me njëri tjetrin, madje edhe arsye. Tu bën një llogaritmë dhe njëri që ziheni kohët e fundit. Dashit dhe Demi nuk ka shanse që të kenë marrëdhënie shumë të mirë me njëri tjetrin, dhe arsyeja që ka sepse janë të dy shumë kokëfort. Njëjtë, domethënë Demi që nga shumë problematik, Demi dhe Ujori, gjithashtu nuk shkojnë fare mirë me njëri tjetrin sepse kanë këndvështrime totalisht të ndryshme për jetën. Janë edhe binjakët dhe virgjëresha kanë një çeku i libër në mirë kuptim. Domethënë ti vësh me një mush përbashkët është praktikisht e pamundur. Gaforja me Dashin janë gjithashtu në probleme e sipër, sepse janë të dy të fortë, por në gjëra të kundërta dhe nuk bashkohen në asnjë pikë. Luanit e virgjëresha kanë një efekt negativ tek njëri tjetri, kështu që mos i bëni bashkë. Akrepi dhe Luani, kjo pëlqeu, Ina duhet ta dëgjoj këtë, se unë dhe Ina jemi akrep. Akrepi dhe Luani kanë probleme sepse secili kërkon të jetë dominant tek tjetri, luftë për dominancë. Shtata dhe fundit, Peshqi dhe Luani janë si ujë me vaj, nuk bashkohen kur. Imagjino, ndonjëri tjetër për shembull partneri Peshk edhe partnerja Luan, dhe ne jo themi nuk bashkohen, është si ujë me vajin, do ndahen kam ide në momentin që ne po flasim. Kohët e fundit, përveç shenjave të horoskopit që gjithë vdesin ta shohim horoskopin ta lexojmë, po përfitet së tepërmi për The Weeknd. Si pasojë albumit të tij të suksesshëm, si pasojë marrëdhënies së tij me Selenën, ndarjes së fundit me Bella Hadin apo ku dëgjon çfarë, gjitha kjo shërbes një marketing për produksionet e tij. Një ndër këngët e albumit Starboy super i suksesshëm do ta shohim tani. Të gjithmonë më thuan, ka mohabetet e tua, Fatma Vënera. E pra pikërisht. Po mirë, hajde, më që e kam deklaruar që më pëlqen Weekend, po e kam dëgjuar. Ingrid, mirë se erdhe në Mirë se të gjeta përsëri. Unë me zipres, të them drejtën kur ti na vjen na viziton të enteve për të na treguar ato bumet që vinë në kinema. Po, edhe tani kemi shumë bume, se afrohen Oscars, i pam nominimet besoj këto ditë, kanë qenë lajm kudo në fakt. Kemi La La Landin ende, duke u shfaqur, kemi Jackin, kemi një sër filmash që janë nominuar. Në fakt kemi pasur edhe të tjerë, si Hacksaw Ridge, apo filma të tjerë të cilët janë të nominuar në për kategori Passengers, është gjithashtu duke u shfaqur. Pra, ne jemi tani në këtë fazën që i kemi bërë kurioz ata publikun me Oscars dhe jemi gjithmonë duke pritur filmat që lidhen me Oscars, sepse të gjithë ato po kërkojnë tani në këtë moment. Ndërkohë, neve përveç filmave të Oscars, kemi dhe filma nga ato që bëjnë shumë buj, që pëlqejnë shumë, siç është njëri për shembull që fillon sot, Resident Evil. Resident Evil The Final Chapter i bie që të jetë i 6-ti film i sagës. Po, ato po mendoja unë, mbaj mend që kam parë të parin shumë vite më përpara. Edhe po, janë bërë 6 filma, këto janë pjesë e këtyre franchise-ave goxha të fuqishme, po mendohet që është filmi i fundit, në fakt edhe titulli Final Chapter, dhe është zgjidhje e të gjithëve, dhe ka marrë shumë review të mira. Mila Jovovich është shumë në formë përsëri dhe bën kërdin atje duke luftuar. Edhe është film interesant për ata që kanë qef këtë franchise dhe që kanë qef sigurisht filmat aksion. Pastaj një film tjetër simpatik që del sot është Monster Truck. Në fakt është një film, kam përshtypjen që për një target group disi se disa është tip komedi e diçka e tillë, domethënë aksion aventurë. Është një djalë i cili ka një truck, një makinë, dhe brenda këtij truckut strehon një monster që ka një trill të mirë për shpejtësinë. E pa është është i lezetshëm, është nga këto filmat që... Ama ideali është shumë simpatik, që ta themi. Prandaj thash ka një target group specifik. Edhe pastaj, sigurisht ne jemi ende në pritje të besoj të gjithë e din tashmë të 50 Shades Darker. Të gjithë janë në pritje. Po dalin kolona avash avash. Po dalin edhe trailers të tjerë edhe kështu me radhë. Neve kemi nxjerr edhe njoftimin për një shfaqje të hapur për atë dhe është pothuajse fully booked. Kështu që po 50 Shades është gjithmonë good news. Me sa duket është gjithmonë në vëmendjen e të gjithëve. Kjo për këtë pjesë, pastaj. Kjo për këtë pjesë. Okej, kjo për këtë pjesë, ajo për pjesën tjetër, kështu futemi për pak. So baby, this the perfect time. I know where you at. I bet she's
E të filmin e ke qef. Robin. Thuaj pastaj që këngëtare suedeze, po, këtë e kam shumë qef. Që të lastojmë shihet muzikore sa herë që vjen. Ja, për këtë nuk ankohem fare. Okej. Po, për asgjë nuk ankohem në fakt. Po ta mendosh mirë. Po ta mendosh mirë. Për ta vazhduar pak këtë pjesën e 50 Shades Darker, neve kemi organizuar, që i bie me datë 9, është premiera e filmit, kemi organizuar po, me datë 9 pas 2 javësh i bie. Unë në fakt i bie që atë ditë të jem përsëri këtu. Do flasim pra. Po, kemi hapur madje edhe siç tregova një sallë dhe kemi organizuar dhe presim që të kemi jashtëmase shumë fansa të filmit, të franchise-s, se tani ky është i dyti, po do vazhdoj dhe do bëhet edhe një tret, me siguri. Plus që edhe për shkak të librave jam e bindur. Po, them drejtën, jam disi e habitur për entuziazmin që është pritur ky film, sepse tek i pari ka pasur diskutime, zhvillime gjëra të tilla, por i dyti pritet me po njësoj të njëjtin entuziazëm. Tash e kemi pothuajse të gjithë sallën e fully booked për momentin dhe e veçanta është që ne përsëri do sjellim eventet që kemi zakonisht për këto target group event, siç kishim për XX para 2 javësh. Kemi tani një Ladies Night, se normalisht alternojmë një kështu një ashtu. Edhe këto janë evente që vërtet janë interesant, organizojmë ato, nuk e di nëse të ka rënë rasti të marrësh pjesë në evente të tilla, apo ti vjen gjithmonë në orare të ndryshme nga eventet që organizojmë. Jo, kam qenë në evente, në ditëlindje madje. Shi. Okej. Nuk kam që them, Fatma, ti je fansi numër 1 kinemas, nuk kam që them, po kemi këto organizimet e lezetshme atje në hallin ton të kinemas, ku ka gjithmonë diçka, po, diçka për të ngrënë, diçka për të pirë, diçka për të ndërvepruar. Nuk e di, ndoshta e din që jam duan të na prishin të harmoninë e momentit kinemas. Ama unë e mbyll gjithmonë. Faleminderit. Shumë Fatma, kush mendon se do fitoj të Oscars? Se di, them drejtën. Ti e pe la? E pash, po nuk si kam qefto me filme jo të lumtur, që mos depresionoj publikun tani. Mos bëjmë spoiler. Edhe shumë tralala për mua shumë. Mbase nga që kisha shumë pritshmëri për faqen se mori tej masa shumë në nominime dhe mendova do të ketë në wow tani për gjithë nominimet. Po unë dhe Oscar asnjë nuk kemi një mendje. Për përjashtim të çmimit të Leonardo DiCaprio. Në fakt, mirë, ai është kështu ovacion masiv, nuk ishte çfarë. Të gjitha të prisnin. Po s'ke faj, në fakt gjithmonë Oscars janë shumë specifike dhe shumë të diskutuar. Një pjesë të filmave që marrin shumë çmime në fakt ne i harrojmë pas disa muajsh. Po, shumë vërtet. Kjo është të gjitha. Gjithsesi kam idenë do japim edhe në çmimin duke i parë se cilin nga filmat nga pak do diskutojmë. Po, sepse pothuajse të gjithë filmat në fakt kanë kaluar të paktën ato Best Pictures, kategorinë e filmit më të mirë, ne kemi pasur edhe Arrival e kemi pasur, Hacksaw Ridge gjithashtu. Më thënë kemi pasur një pjesë të mirë. Pas kam parë pothuajse gjithë to. Sa mirë do të marrë në jurinë Oscar. Duhet ta mendoj një. Ingrid, unë të falenderoj shumë që edhe sot ishe me ne. Do të rishihemi pas një jave tani. Shkëputemi për pak. Se kisha ka për ndonjëherë që thot Nicki Minaj shumë Bibi. Si mos e thoni më Bebereqja, po Bibi Rexha. Kam ide kështu tingëllon në versionin 1.8. Tani, ne jemi në Facebook edhe nuk po e bëj më atë ftesën e famshme, bashkohuni me ne në Facebook, në Instagram e të tjerë se kush disa e bezishme janë bërë. Po sot në Facebook kemi vendosur kështu përballë. Është gjithmonë krenari ku shikon personazhe shqiptare që ka një karrierë suksesshme në muzikë apo në kinematografi, në Hollywood apo kudo tjetër. Të radhës janë Bebereqja edhe Dua Lipa. Të dyja janë shumë të dashur nga publiku shqiptar dhe nga hera ndodhet të krahasojmë. Për të bërë një krahasim të tillë kështu 8-8 për të parë kë më shumë follower duan dhe për kë janë më shumë fansa, më fanatik të theksuar ashtu për Bebereqën apo për Dua Lipën. Kjo është e pyetja, kë zgjidhni ju? Nëse do kishit koncert për shumë të njëjtën orë Dua Lipa me Bebereqën, ku do shkonit për të parë cilin koncert? Nisim kështu me komentet në Facebookin të Vëllbenja, duke ju bërë një tjetër ftesë tani më që sapo të mbaroj puntata e sotme, do të keni një tjetër pyetje të këndshme të afishuar në faqen tonë në Facebookin të Vëllbenja, ku mund të komentoni të nesme do të lexojmë komentet tuaja pa përjashtim. Eni Dona zgjedh dhe voton për Dua Lipën. Klevisa thot Bebereqja, Jona thot Bebereqja, Amaril thot Bebereqja, Pëllumbaj, Marius, kam edhe kush mbi emri, thot Dua dhe Fatma. Bravo, më pëlqeu komentin. Ola thot Dua Lipa, Adi thot Bebereqja, Dritjeta thot të dyja janë shumë të mira, por po zgjedh Dua Lipën. Dini thot Dua Lipa pak më shumë,
Daunt, ku t'i gjohën si e komplikuar që nga emri thot Bebe Regja, Eda thot Bebe Regja, Savja thot Bebe Regja, Leandro thot të dyja, Diona thot Dua Lipa, Luido thot Bebe Regja, Jona thot Bebe Regja, Gjuli thot të dyja, sa të mërgjirë janë të reguar këto që i zgjedhin të dyja, gjithsesi në fund do bëjmë llogarinë, do t'i kalkulojmë kush është më e preferuar. Melisa thot Dua Lipa, Buçi thot Dua Lipa, Aldo ka sjellë një njeri që kërcen, po se për kë e ka nuk e di. Dafina thot për mua është Dua Lipa, Aldo thot për mua është Dua Lipa gjithashtu, Sara thot është Bebe Regja, Joana thot Bebe Regja, Egnaldi thot të dyja këngëtarët kanë talent, po unë do zgjidhja Dua Lipën. Edhe Elda thot Dua Lipa, Anida thot Dua Lipa gjithashtu, të dyja thot Leti, po çik më shumë Bebe Regjën. Tani kam vënë re diçka, që ta dini edhe ju. Çunat përgjithsisht zgjedhin Bebe Regjën, ndërsa gocat Dua Lipën. Pse vallë? Të ta zbulojmë në pjesën e fundit ku e do të shohim se si do të jetë gara midis Bebe Regjës dhe Dua Lipës. Ne do të kalojmë tek një këngë tani. Do të kalojmë tani si ku ne bëjmë shpesh herë tek Hot of the Day. Ndryshe, ne i quajmë si këngët e nxehta të ditës, ato që sapo kanë dalë nga furra, që ju mund t'i bëni pjesë të playlistës tuaj muzikore apo diçka e kësaj natyre dhe ne i sjellim kështu për t'i inauguruar ekskluzivisht në Fandej. E meqense të jemi te këngët e reja sot, do dali më në fund edhe versioni klipi zyrtari i këngës Taylor Swift dhe Zayn Malik, I Don't Wanna Live Forever, që prezumohet të jetë ndër kolonat zanore principale të 50 Shades of Grey, 50 Shades Darker i quajtur tani më. Për të që të premte të dali Dua Lipa në bashkëpunim me Martin Garrix, gjithashtu një këngë Scared of Being Lonely, më duket se ka titullin gjithashtu shumë pritur nga publiku, kështu që do keni mjaftueshëm për t'i freskuar playlistat tuaj muzikore personale. E radhës është kënga e një ylli në ngritje, në rritje, ku dëgjojmë Rising Stars, që është Post Malone, për cilën kemi folur pafund. Kemi ndarë shumë informacione për këtë fundi, kur gjitha kanë qenë të mira dhe pozitive. Sapo ka sjellë produksionin e tij më të fundit, Congratulations në bashkëpunim me Quavo. Kështu të paktën më vjen t'ia them emrin. Post Malone është një fenomen për shkak të suksesit të madh që pati me White Invasion, më pas u përfol shumë për një miqësi deri diku të çuditshme midis tij dhe Justin Bieber, dhe vlen teksohet përgjithsisht Justin Bieber shërben si trampolin suksesi për modelet. Sa herë ndodhe kundërta edhe me një producent muzikor siç është Post Malone, është përfolur shumë për produksionin që ai ka patur, duke qenë se është i pozicionuar mjaft mirë si një producent shumë i suksesshëm që pa diskutim ka shumë për t'i dhënë industrisë muzikore. Po të shikoni në sajtet e tij, ai ka bërë një cover të Era i Strepit, shumë të këndshëm këngën Bonbon, ka sjellë një remix shumë preferuar, kam ide për pjesën ndërmuese nga ju. Tani do dëgjojmë Post Malone me këngën e tij më të fundit që pritet të jetë një sukses i madh. Shohim. Një ndër fiksimet shumë Fandej, sikur mund ta keni kuptuar edhe gjithë ju që na ndiqni, është që ne marrim edhe i studiojmë, ora çfarë pas kam shohur që bëjmë lëmë shumë të fjalët. I studiojmë në detaje shumë nga personazhe që i njohim për produksione muzikore që kanë bërë, ama nuk dimë se kush janë të vërtetë, ose janë këto që e hapi si ato loja që njihen me emër dhe jo me figurë, dhe filluan që të jenë kështu si më enigmatik në produksione që ato sillnin. Tani, mezi presh të mbaroj Fandej sot do vëmë pa ha fjalë, nuk e di çka kam kush ka marrë se po gatrojmë kaq shumë duke folur. Po flasim kështu për një treshë muzikore që prej shumë javësh janë të parët në 100 këngët më të mira të Billboard. Kjo është charti më i famshëm në këtë botë, duke postuar shumë nga vendi i parë dhe Starboy të The Weeknd apo Shape of You të Ed Sheeran, që prezumohet që këngët më të momentit. Kush janë Migos? Do t'i sjellim tani edhe me foto madje për t'i zbuluar. Është Bad and Bonjour, është kënga për cilën prej shumë javësh shndron e para në Hot Billboard. Okej, më falni për këtë telefonatën. Këto janë edhe krijuesit e kësaj këngë, janë një grup muzikor i popit i përbërë nga 3 pjesëtar, Quavo, Takeoff dhe Offset. Hiti numër 1 i momentit është publikuar në muajin tetor të 2016 dhe është kthyer në këngën më të momentit, pa diskutim. Migos janë formuar në 2009, nëse flasim kështu për fillesat e tyre, kanë sjellë në tregun muzikor këngë shumë suksesshme të tipit Versace, Fight Night apo Look at My Dad, por kulmi i karrierës ka ardhur me këtë këngën, e cila është në vend të parë në 100 këngët më të mira të Billboardit. Menaxhohen nga Gucci Mane dhe Young Jeezy, kështu që suksesi deri diku është i vërtetë. Tani unë besoj gjithë jeni kuriozuar së tepërmi për të parë kush është kjo kënga që po bën nami në Billboard dhe ka nxjerrë jashtë loje The Weeknd dhe Ed Sheeran. Ne e shohim tani. For a baby, all on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh.
do diçka, ju dini tani më shumë me gjithë produksionin zgjedh të sjellë reporte të këndshme që pasqyrojnë jetën e natës në Tiranë, apo të futet lloj eventi që është interesant dhe i këndshëm për të ndarë me gjithë ju. I radhës që ka patur një publicitet në vërtet shumë të madh, ka qenë ai i fokusuar tek piramida. E dini tani më që piramida nuk do të kthehet më me imazhe më pashme të protestave, po është marrë një nismë kështu për të ndryshuar imazhin totalisht, si kundërquajtë na ishte një herë në të ardhmen. Plot drita, plot gjëra të bukura, plot evente të këndshme, dëshmari të premten e shkuar më saktë, ka qenë dhe Albi atje i cili me detaje na sjell një pasqyrë të asaj çfarë ndodhi. Ne ndikim tani në In Report. Jo më një objekt në arrest, piramida i rikthehet sot fytyrës së saj të vjetër, një qendër kulturore për të rinjtë e kryeqytetit, por jo vetëm, për të gjithë ata që duan të argëtohen, të kulturohen, por edhe të shijojnë diçka ndryshe. Ne do të zbulojmë më tepër në këtë report me mua Albi, ndaj na ndiqni. Jam këtu me çunat e orkestrës, po sa shumë qekeni, më mendova se ishin më pak. Po, s'po di, s'na pas ke po edhe ma shumë jena veç për hatër tonë njëna orë dhe s'pes këtu. Çuna, ju jeni shumë energjik, performancat i keni gjithmonë shumë energjike. Piramida është një ambient i cili i përmban të gjitha, energjin, rinin, gjitha gjërat. Si ju duket ky rikthim? Pak, une për veti nuk ju mkon ma herët tu, ju mkon me pa mrena me një organizim tjetër, ama hera e parë pesho që të koka që ka e ndresht, a i ka ndresht që qëtash, të ka bosh shumë e bukur. Çuna, si ju duket juve piramida me këtë fytyrë të re? Definitivisht, mend që po presim me bo muzikë. They used to go in all kinds of directions. They used to take all Ivi, ti je një nga DJ-t më të vjetër të Tiranës dhe sigurisht periudhën e artë të piramidës e ke përjetuar edhe më përpara. Si do duhet ky rikthim i piramidës në identitet? Super nice, pëlqen shumë biles edhe nuk e prisja që t'ishte kaq plot. Duket me vërtet tamam rikthim, me të vërtet rikthim. the streets are ready for the wild boys, the wild boys. Jam tash me çunat e Downtown Lovers. Ndoshta disa për jush nuk i njohin mirë, por ata janë ndër të parët artistë shqiptarë që kanë performuar tek piramida. Çuna, ju do të ishit 3 sonte, Landin u ka mbajtur. 3 jemi, kurse Landin e ka mbajt peng. Jemi shumë të lumtur që piramida u rihap për event artistike. Këtu shumë njerëz kanë fillu të luajnë, të takojnë njëri tjetrin, domethënë ky ambient ndonë se u ndërtu për tjetër qëllim, u transformua totalisht në gjitha ato le të themi frenimet që kishte Shqipëria më përpara dhe u transformua në krahun e kundërt. Kështu që edhe ne për këtë arsye jemi këtu. Për ne kjo është dhe nostalgji se në vitet 90 kemi ardhur shpesh këtu, kemi performuar, kemi parë DJ, ku di unë, këpërësisht edhe është shumë gjë e bukur që po rikthehet si hapësirë. Kështu që jemi shumë të lumtur që do jemi këtu sonte. Edhe na sillni Landin, se na lart pa koncert. Indri, si po të duket piramida sonte? Piramida realisht është si once upon a time në anglisht, po na ishte njërë në të ardhmen. Domethënë janë këto kohët e mira, 2095-2000 që vinim, nuk e dini se çfarë shihoni, po vetëm thjesht kënaqeshim. Muzikë e mirë, njerëz të bukur, i çik bashkë bisedim dhe gjithçka okay. Indri, përveç natës sotshme, do ketë edhe net tjera tek piramida si kjo? Pyetja është kjo.
do ketë pafund. E rëndësishme është që njerëzit kenë qef të festojnë. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Nuk e di, ju kujtohet Lily Allen, jo vetëm që kujtohet, po bën të kështu këngësh të çmendura, kjo është mëse e vërtet. Unë kam preferuar shumë, nuk po vjen titulli i asaj këngë dhe rrezik s'do vi kurrë, kështu që di që ka pasur një pul në videoklip, këtë mbaj mend. Gjithsesi në kohën kur funksiononte kështu si personazh muzikor, solli me vërtet shumë këngë të bukura dhe ishte një ndër pikat kyçe të industrisë muzikore. Po ndodh gjithçka gjithmonë e njëjta lojë me personazhet. E nisin bar, janë në kulmin e tyre dhe zhduken, është ai gjumi letargjik që i zë pothuajse gjithë artistët dhe një zotë e din ku ndodhen. Kjo na jep hapësirën edhe të drejtë për të shpallur Wanted pastaj. Sot Wanted është Lily Allen, britanikja super controversial, ne e sjellim edhe në foto madje për të kuptuar për kë bëhet fjalë. Produksioni i saj më i fundit ka qenë në 2014. Është bërë njohur praktikisht me superhitin Smile, dhe që të tjera ajo është marrë edhe me prezantim, ashtu edhe me aktrim. Ka qenë gjithmonë rebele që e vogël sepse la shkollën kur ishte vetëm 15 vjeç, vetëm për të marrë me muzikën, në 2014 e lë këtë fundit. Gjatë karrierës së saj ka sjellë 3 albume muzikore të gjitha të suksesshëm dhe gjatë këtyre viteve është martuar dhe ka sjellë në jetë 2 vajza. A e kemi ne se si është momentalisht Lily Allen? Okej, ja tek e keni, edhe Bjonte madje është në pauzë të gjatë muzikore dhe është përkushtuar së tepërmi familjes së saj, kështu që nuk ka ndërmend të paktën aktualisht të kthehet në muzikë, po është një vend bosh për të, kudo që të vi, kam idenë do të ketë prapë suksesin e merituar dhe që ka patur nga hera. Do ta sillim ne për të treguar që ne nuk të harrojmë, pa çka se ti zgjedh bosh pushim, është Lily Allen me Not Fair. Pendova, doja të ndrysha dhe ndrova mendje në proces të sipër. Tani, unë thash, praktikisht ditët e fundit dje, po edhe thot, do vazhdoj për një kohë të gjatë, është shpike e fundit e Instagramit live story. Domethënë ti je live praktikisht dhe mund të flasësh në fazën e zhvillimit. Në paktën kështu është unë nuk kam ndërmend ta bëj dhe nuk ja kam dorë shumë idenë, po di që shumë nga personazhet e njohur janë fiksuar pas kësaj të fundit. Kush janë ato që dje kanë thyer live story, kanë bërë aq shumë, dhe si ja kanë dalë me ndjekësit, ne kemi krijuar një top 5, ndryshe 5 personazhe të shërbimit shqiptar që janë shumë të dhënë pas këtij aplikacioni. Shohim pak foton e parë. Është Capital T, shumë i rezervuar ndaj zi publike, po e kundërta ndodh në rrjetet sociale, përkundër është fiksuar dhe Capital T me live story. E ka mbyllur kështu me 28.000 ndjekës afro në video dhe madje lançohen në lajmëron që do të ketë një tjetër lidhje direkte me fanët e tij. Së dyti do të kalojmë tek një personazh që është gjithmonë aktiv në rrjetet sociale, është Roza Lati, ndër personazhet më aktiv kështu, u shpreh madje edhe e mërzitur kur mbaroi live story, e mbylli kështu me 3.000 shikuese dhe nuk dini se ju ka kthyer koment të gjithëve. Për të kaluar tek një personazh shumë i dashur për mua, një ndër prezantuesët dhe gazetarët më të veçantë drejt për drejta, është Aulona Musta, e cila nuk e ka kushtuar fare live storyt edhe në punë, edhe në shtëpi dhe është po kaq i drejtë për drejtë përgjigje që ju jep fansave. Për të kaluar tani më tek e katërta që është Lori Hoxha, ndryshe trashëgimtarja e Top Media është ndër personazhet e para që adopton krimet të momentit, sa ju takon edhe rrjeteve sociale, madje zgjedh që lidhjen e saj me fanët ta bëjë në shtëpi, edhe me motrat apo me personazhet njerëzit e saj të afërt. Për ta mbyllur me një këngëtare, është Ronela Ajati që zgjedh të bëjë një live story me fanët e saj bashkë me menaxherin, duke ju kthyer kështu përgjigje live gjithë atyre që kanë komentuar në live storyn e Ronelës. Jam e sigurt që këto janë vetëm 1/3 e personazheve VIP që janë të dhënë gati fiksuar pas live story, kështu që bëjeni dhe ju një live story nëse ju shërben dhe ju bën ndjeheni mirë. Ikim tek një tjetër këngë. Pas kemi Gikrum sot në orën 5, mos harroni të gjithë që janë shumë dhënë pas teknologjisë, ju e probleme smartphone-i, hallet e teknologjisë që zgjidh Jonka, e dini tani unë kam praktikisht u ngjitur, ju ta keni në ekranin tuaj sapo të mbaroj Fandej, ndryshe në 72.00 në Gikrum, dhomën e tij të teknologjisë me pret Jonka për ndarë me ju sekrete, sa i takon kësaj të fundit edhe detaje shumë interesante. Kam idenë, pas Jonkës nuk është një po 2 personazhe shumë të këndshëm që ju mirëpresin me shumë dashuri. Është pjesa ku ne na fillojnë flutrat në stomak, jo se jemi dashuruar, po se jemi të urritur. Edhe këtë çështje e zgjidh Krip dhe Piper, ndryshe Alfio dhe Indriti. Në 18.00 do të vinë me një tjetër recetë të bërë me shumë dashuri dhe shumë të këndshme për gjithë ju që ndiqni Krip dhe Piper. 30 minuta më vonë ju mirëpret Iliri për të ndarë me ju informacione
detaje edhe lajme ndryshe. InNews është edicioni informativ që përfshin dhe përmbledh gjithçka, e ndan me ju Iliri këtë në 18:30. Do të vinë trejat me Rudi dhe Mateo, nuk është takimi përditshëm kështu. Edhe sot do të vinë për të ndarë mbajtjet e parlamentit, se di që sot ka parlament dhe çuna do ta komentojnë aty. Në 19:00 ndryshe në orën 7, të Rudi dhe Mateo që ju mirëpresim për të kaluar me ta kohë këndshme. Është edhe Gossip TV, mos e harroni në darkë, në orën 8 të darkës, është Sara dhe Kelvi që ju mirëpresin me informacione dhe detaje shumë interesante ku në fokus kanë fashistemet shqiptare dhe të huaja. Për ta mbyllur me Cinefan e Intja, pastaj vjen me filma interesant, një film ku në fokus ka kërcimin, është Battle of the Year, ato garët e famshme të kërcimit me ato lëvizje që je wow, do të vinë orën 9 të darkës për të mos u humbur dhe për të parë me shumë dashuri. Samantha me këngën e saj më të fundit ka ndërmarrë një hap tjetër kështu dhe ka bërë muzikë reggae, që ka u prit mjaft mirë të paktën nga fansët e Samanthës. Pjesë edhe e Like Ship Top 10 ne dëgjojmë tani. Jemi në fund fande dhe për ditën e sotme dhe dini që në Facebook tani më kishim ballafaquar Dua Lipën që po dëgjojmë tani në fond dhe Bebe Rexhin që dëgjuam më herët se jo. Janë dy personazhe shqiptar që kanë vërtet një sukses shumë madh ndërkombëtar kështu për të ne jemi shumë krenar. Ama sot do bënim një luftë kështu tet-a-tet. Në rast se ju qelloni që në të njëjtin orar, në të njëjtin orar qellon koncerti i Dua Lipës apo i Bebe Rexhës, ku do zgjidhni të shkonit? Praktikisht kush është më e preferuara për ju dhe këngët e cilës janë më afër zemrës suaj? Kjo është pyetja për gjithë follower në Facebook të Vllbenja. Ndërkohë do të kalojmë të lexojmë edhe komente, ju mos harroni ta frekuentoni në të gjitha rrjetet tona sociale, po fshiri këtu Facebook, Instagram, Twitter, kanalin në YouTube dhe website-i tonë. Okej, do të kalojmë tani në Facebook për të lexuar. Unë po qesh me lëvizjet e djalit që është te kamera që e kam mësuar aq shumë përmendesh to stifshat e mia sensuale që i duket gjëja më e bezdishme në botë me shumë mundësi. Tani, unë nuk e mbaj mend ku e kam lënë konkretisht, e di që me memoria jam pak njolla, po e nis tek Frida që i do të dyja. Ana thot Bebe Rexha, Bjordi thot Dua Lipën, Madri thot Bebe Rexha, Liri Dita thot Bebe Rexha gjithashtu, Aja Talili thot Dua, Ortioni thot Dua dhe Bebe, domethënë se si tingëllon kjo Dua dhe Bebe. Alfio thot Bebe Rexha, Jetmira thot Bebe Rexha, Dua Lipa thot Enri tjetër thot Bebe Rexha, Era i Strefi thot Enri, je shumë brenda temës vëlla, mos e vrit mendjen. Rexhi thot Bebe Rexha, Lindi thot Bebe Rexha, duket se fitoi Bebe Rexha. Që të dyja janë super këngëtarë, Grisela thot Bebe Rexha etj. Ne do t'i kalkulojmë deri në fund të emisionit, fund fare, edhe mbasi do të keni edhe një lajm në një të Vllbenja për të parë kë duan më shumë fansët e Fandej Bebe Rexhën apo Dua Lipën. Unë dua të dyja pas çka se e gjej më shumë veten te këngët e Dua Lipës. Kaq ishte edhe për sot, do të takohemi nesër kështu me Like Ship Top 10, mos harroni deri atëherë kaloni sa më bukur dhe dhuroni dashuri pafund. Ciao ciao.